Gjatë festimeve të ditëlindjes së Dolcës, shtëpia ishte mbushur me drita të ngrohta, muzikë që rrinte but në ajër dhe zëra të qeshurash që përzieshin mes tyre. Ishte një nga ato net që duket sikur koha ngadalsohet, ku çdo moment ndihet më intensiv dhe më i gjallë se zakonisht. Alba, Hygerta dhe Fjolla kishin kaluar pothuajse gjithë mbrëmjen bashkë. Që nga momenti kur muzika u rrit dhe ritmet u bën më të thella, ato u ngritën për të kërcyer, duke u lëkundur në harmoni me tingujt që vinin nga altoparlantët. Nuk ishte një kërcim i menduar apo i rregullt, por spontan, i lirë, siç ndodh kur njerëzit ndihen të sigurt dhe të pranuar mes njëri tjetrit. Dritat shumë ngjyrëshe reflektonin mbi fytyrat e tyre, duke nxjerrë në pa buzëqeshjet dhe sytë që shkëlqenin nga gëzimi. Fjolla qeshte me zë të lartë, Alba ndiqte ritmin me lëvizje elegante, ndërsa Hygerta duke e zhytur plotësisht në muzikë, sikur çdo notë të ishte pjesë e saj. Gjatë natës kishin pirë disa gota më shumë se zakonisht, por jo aq sa ta humbnin kontrollin, mjaftueshëm sa për t'u çliruar nga mendimet e përditshme dhe për t'u dorëzuar ndaj çastit. Bisedat bëheshin më të thella, të qeshurat më të shpeshta dhe përqafimet më të sinqerta. Në një moment, muzika ndryshoi në diçka më ritmike dhe vajzat u afruan edhe më shumë me njëra tjetrën, duke krijuar një rreth të vogël miqësor mes turmës. Nuk kishte asgjë të tepruar, vetëm shoqëri, energji rinore dhe një ndjenjë e fortë lidhjeje që vjen kur njerëzit ndajnë kujtime të bukura. Dolça, nga ana tjetër e dhomës, i shikonte me kënaqësi. Festa e saj kishte marrë pikërisht formën që kishte dëshiruar, jo thjesht një ditëlindje, por një natë që do të kujtohej gjatë, një natë ku miqësia dhe gëzimi ishin në qendër të gjithçkaje. Kur ora kaloi mesnatën, disa u ulën për të pushuar, të tjerë vazhduan të kërcenin. Alba, Hygerta dhe Fjolla u ulën pranë dritares, duke folur për kujtime të vjetra, plane për të ardhmen dhe ëndra që ende nuk ishin thënë me zë të lartë. Jas,